Ma pak ngarkesë, më shumë rati, këto janë dosmat e këtyne viteve. Vitin 2025, trendi i dosmave po ndryshon dukshëm. Edhe soft glam po bëhet mënyra më e re për me festu. Nuk janë musallat e mbushuna me dekorime të prume, nuk ka mundriqime dhe detaje që t'i lodhin syt. Tash fokusi është te thjeshtësia edhe te eleganca e natyrshme. Make-upi është i butë, flok doke natyral, edhe çdo detaj doket i mendum pa u doki mbi ngarkum. Duke e bonusën shkëlqej pa përpjekje dukshme. Ky stil nuk sfidon vetëm estetikën, po edhe pritshmëri tradicionale në Kosovë. Shpesh nusja duhet me u doke mbushur me makijazh, flok të rregullume edhe çdo detaj i shkëlqym, për me i plotësu standardet e pritshmërisë prej familjes edhe nga shoqëria. Soft glam po e sjell një qasje të re, ku bukuria nuk vjen nga pesha e stilimit, por nga ndjenja dhe atmosfera e momentit, duke kriju momente të vërteta që për një me mohen. Çiftet kosovare kanë fillu me e kuptu këtë ndryshim, ma pak dekor, ma pak makijazh, ma shumë emocione dhe spontanitet, që e bojnë dosmën edhe të veçantë, pa stres e ngarkesë të panevojshme. Në fundit, dosma nuk është për me tregu luks, po për me kriju momente që mbesin. E për më shumë video si kjo, follow Urban FM, krejt platformat edhe mos harroni me na po subscribe në YouTube.